Një adoleshent 15 vjeçar është vënë në hetim nga autoritetet pasi dyshohet se ka kryer ndërhyrje të paautorizuara në sistemet kompjuterike të disa institucioneve shtetërore. Ngjarja është zbardhur pas një hetimi intensiv një mujor në kuadër të operacionit të koduar The Accountant, i zhvilluar nga sektori i hetimit në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me strukturat qendrore të Policisë së Shtetit dhe Shërbimit Informativ Shtetëror. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë muajit mars të vitit 2025, i mituri nga Vlora ka depërtuar në mënyrë të paautorizuar email dhe faqe zyrtare të disa institucioneve, duke shkaktuar ndërprerje të funksionimit të tyre për periudha të caktuara. Megjithatë, nga hetimet nuk janë konstatuar vjedhje të dhënave apo dokumenteve konfidenciale. I pyetur nga oficerët e policisë gjyqësore, 15 vjeçari ka deklaruar se veprimet i ka kryer thjesht nga kurioziteti, duke mos patur qëllim dëmtimin apo përfitimin material. Gjatë operacionit u sekuestruan 5 laptop, 6 aparate celular dhe një dron, të cilat do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të specializuara për të dokumentuar tërësisht aktivitetin e të miturit. Autoritetet kanë bërë të ditur se hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rastit dhe për të përjashtuar çdo element të përfshirjes së ndonjë personi tjetër në këtë ngjarje, që ngre pikpyetje mbi sigurinë kibernetike të sistemeve shtetërore.